Ndërfirmat që më 28 nëntor 1912 vullosën lindjen e shtetit të ri shqiptar, njëra mbante emrin e një djali jo më shumë se 30 vjeçar që quhej Ilyas Vrioni. Pasardhës i dere të vjetër beratase, i shkolluar, i qetë, i urtë, Ilyas Vrioni po ynte në histori si një ndër firmëtarët e aktit të pavarësisë, duke e shpallur që sot, si thuhet në atë akt, Shqipërinë të lirë dhe të mosvarme. Së bashku me përfaqësues të tjerë të prefekturës së Beratit, Ilyas Vrioni hodhi firmën mbi aktin themelor të shtetit shqiptar. Menjëherë më pas, figura e tij votua pothuaj unanimisht për antar të pleqësisë dhe më vonë u emërua këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke nisur një udhë të gjatë në shërbim të shtetit të ri. Vitet që pasuan, 1912-1920, ishin vite të përçartjes, të intrigave të brendshme e presioneve të jashtme. Shqipëria e brisht kërkonte njerëz me bindje kombëtare. Ilyas Vrioni mbeti një prej tyre, besnik i çështjes shqiptare, administrator i urtë, i qetë dhe i paepur. Më 21 janar 1920, në Kongresin Historik të Lushnjës, ai ishte ndër delegatët më të rëndësishëm. Fillimisht, refuzoi të ishte pjesë e kabinetit të Sulejman Delvinës, por vetëm pak muaj më vonë, në moshën 38 vjeçare, pranoi sfidën për të formuar qeverinë e re të Shqipërisë. Kryeministër dhe njëkohësisht ministër i jashtëm, ai përfaqësoi vendin në lidhjen e kombeve, duke rritur peshën ndërkombëtare të shtetit të ri. Vitet 1920-1924 sollën përplasje të ashpra politike, por Vrioni mbeti gjithmonë i kthjellët. Ai shërbeu si kryeministër, ministër jashtëm dhe më pas si përfaqësues i Shqipërisë në Francë. I njohur për urtësinë beratasi, ai ndihmoi edhe kundërshtarët politik në mërgim, duke mbajtur gjallë traditën e vjetër mikpritëse të familjes Vrioni. Më 17 mars 1932, teksa shërbente në Paris si ministër fuqiplot, zemra e Ilyas Vrionit pushoi së rrahuri. Shteti francez i kushtoi të gjitha nderimet, lutjen në xhaminë e madhe të Parisit, kortezh ushtarak, arkivoli mbuluar me flamurin shqiptar. Por 14 vjet pas vdekjes, Shqipëria ara në terr. Në vitin 1946, turma të nxitur nga urrejtja klasore shpërthyen varrin e tij në Berat. Sarkofagu u coptua dhe trupi i Ilyas Vrionit u hodh në lumin Osum. Ishte një akt barbarie që shënoi fillimin e një epoke ku as të vdekurit nuk do të gjenin paqe. Historia e Ilyas Bej Vrionit është historia e shtetit shqiptar. Kemi ngritje, sakrificë, nderime, dhunë dhe në fund kujtesë. Sot emri i tij qëndron në rreshtin e parë të atyre që kontribuan që Shqipëria të bëhet kjo që është sot.